E dini se çfarë bën skifteri kur mbush moshën 40 vjeç? Skifteri jeton 70 vjet, por që të arrijë deri këtu i duhet të marrë një vendim të vështirë në jetë. A e dini se çfarë bën ai? Kur arrin moshën 30-40 vjeçare, thonjtë e tij humbasin elasticitetin dhe fuqinë, duke pasur të pamundur që të rrokas prenë e cila është burimi kryesor i ushqimit. Në këtë moshë, edhe sqepi i tij i mprehtë dhe i fuqishëm fillon të lakohet duke mos e kryer funksionin e tij. 40 vite mbi supe i bëjnë edhe krahët e tij më të rëndë për shkak të peshës trupore të cilat ngjiten në trup duke ja vështirësuar fluturimin. Këto kushte detyrojnë skifterin të ndërmarrë një vendim teje të vështirë. Alternativa tjetër është edhe humbja e jetës dal ngadalë në të cilën ai refuzon. Ai vendos të hyjë një përvojë ndyrëshimi tërësor, e cila do t'i zgjasë 150 ditë. Por çfarë bën skifteri? Le ta shohim së bashku. Ai fluturon në majat më të larta, aty ku edhe ndërton folet. Pastaj, së pari fillon të godasë sqepin në shkëmbinj, me aq forcë sa sa ka derisa t'i thyhet. Së dyti, pasi të ketë thyer sqepin, pret derisa të rritet. Së treti, me sqepin e tij fillon dhe shkul kthetrat e këmbëve. Së katërti, pasi t'jenë rritur kthetrat, fillon të shkul të gjitha puplat e vjetra. 5 muaj pas kësaj rutine, skifteri kthehet sërish fluturimin në qell, sikur kishte lindur për herë të dytë.